Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Del videoa, Iliri fillon shan dhe produksionin. Një video e minutave të fundit që po qarkullon në rrjet tregon se tensionet mes Ilir Shaqirit dhe Mozës nuk janë qetësuar. Edhe pas debateve të fundit pranë pishinës, balerini dëgjohet duke përdorur një fjalor të ashpër ndaj banorëve të tjera, duke shpërfillur edhe vërejtjet e produksionit. Në materialin e publikuar, Iliri dëgjohet mjaft i nervozuar teksa i referohet Mozës dhe aleatëve të saj në lojë me fjalët: "Plera, 3 shterpa janë." Në atë moment ka ndërhyrë menjëherë regjia përmes autopalantëve duke i tërhequr vëmendjen me fjalët: "Ilir, kujdes mikrofonin." Megjithatë, ky paralajmërim nuk e ka ndaluar konkurrentin, i cili është kthyer nga kamera duke përsëritur ofendimin. 3 shterpa, do ta them përsëri, doni ta dëgjoni prap, 3 shterpa. Ky reagim ka sjellë sërish kërkesa nga ndjekësit në rrjetet sociale për masa më të repta disiplinore, pasi balerini jo vetëm që ka përsëritur fjalor fyes, por ka sfiduar hapur edhe urdhrat e produksionit.